Moderatorja e njohur dhe e dashur për publikun shqiptar, Kiara Tito, ka ndarë së fundmi një tjetër moment të ëmbël e mjaft gazmor nga përditshmëria me vajzën e saj, Luna Mari. Ajo ka publikuar 2 foto ku vogëlushja shfaqet duke buzëqeshur me gjithë shpirt, por këtë herë me një detaj që ka bërë ndjekësit të qeshin pa fund, buzët e lyera me buzë kuq. Në përshkrimin që e shoqëroi postimin, Kiara shkroi me humor: "Nuk lyhem dot reja tani, se kam një gjë të vogël që më vjen vërdall dhe do të lyej buzët edhe ajo." Ky koment shpreh jo vetëm situatën argëtuese, por edhe faktin që vogëlushja është gjithmonë pranë saj, duke e imituar në çdo gjë. Si çdo fëmijë i vogël, edhe Luna Mari është kurioztare dhe mundohet të bëjë të njëjtat gjëra që sheh nga mamaja e saj. Fotot tregojnë fytyrën e lumtur të Lunas, me dhëmbët e vegjël që duken kur ajo buzëqesh e pa komplekse. Buzëkuqi i vendosur keq e ka bërë akoma më të ëmbël pamjen, duke dhuruar një sken plot pafajësi dhe dashuri. Ky moment është një pasqyrim i qartë i asaj periudhe të bukur të fëmijërisë kur çdo gjë shihet si lojë dhe argëtim. Ndjekësit e Kiarës kanë reaguar menjëherë në rrjetet sociale, duke shpërndar komente të mbushura me të qeshura dhe zemra. Shumë prej tyre e kanë cilësuar Lunën një kopje të vogël të mamit, që jo vetëm i ngjan në pamje, por tashmë edhe në sjellje, pasi ka filluar të imitojë çdo detaj të vogël të jetës së përditshme të moderatores. Ky postim nuk është thjesht një moment argëtues, por një kujtesë e çmuar e lidhjes unike mes një nëne dhe vajzës së saj. Përmes fotove, ndjekësit patën mundësinë të shihnin se si Kiara dhe Luna ndërtojnë kujtime të vogla çdo ditë, duke shndërruar momente të zakonshme në histori të paharrueshme. Kiara, përmes këtyre publikimeve, jo vetëm që ndan me publikun jetën e saj familjare, por gjithashtu përcjell një ndjesi ngrohtësie, dashurie dhe gëzimi që prek çdo që i sheh. Ky episod i vogël tregon edhe një herë se sa i dashur është çdo detaj i jetës së tyre për fansat, të cilët me padurim presin gjithmonë postime të reja nga familja Kiara, Luizi, Luna. Vogëlushja, edhe pse ende shumë e vogël, tashmë është kthyer në një personazh të dashur publik që shpesh rrëmben vëmendjen me thjeshtësinë dhe ëmbëlsinë e saj.